Kjo është Bibla ime. Dhe është fjala e Zotit. Unë besoj në gjithçka që është shkruar aty. Është e vërtet. Jezusi tha, do ta njihni të vërtetën, dhe ajo do t'ju bëjë të lirë. Unë e njoh të vërtetën, dhe shpall se jam i lirë, jam i bekuar, jam i shëruar, jam i çliruar. Unë jam i aftë, Perëndia më ka aftësuar. Ai më ka zbukuruar me lavdinë e tij. Unë jam i suksesshëm. Dhe unë jam fitimtar. Në çdo problem të kësaj bote. Në emrin e Jezus. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Mirë, tema për sot është ti je mrekullia. Ndaj duhet që ju t'i thoni njëri tjetrit, ti je mrekullia. Dhe do bëni një gjë tjetër, ktheni gishtin nga vetja juaj dhe thuaj vetes, ti je mrekullia. Kur të shkoni në shtëpi, thuajini vetes në pasqyrë, ti je mrekullia. Sepse ti je mrekulli nga Zoti. Mënyra se si Zoti ka krijuar njeriu është një mrekulli. Ej, kam një lajm, nuk kemi ardhur nga majmuni. Nuk jemi majmuna të transformuar. Ne jemi bijë të Perëndis, kemi qenë më katar, po jemi të transformuar nga fuqia e frymës së shenjtë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë këtë gjë, dhe ka shumë rëndësi çfarë i flasim ne, vetes tonë, jetës tonë. Ti duhet të thuash vetes, ej, ti je i aftë, ti je i bukur, je krijuar në mënyrë të mrekullueshme, ose e bukur, nëse je vajzë. Perëndia të ka krijuar djalë dhe të ka krijuar në mënyrë të mrekullueshme dhe ky është identitet. Perëndia të ka krijuar vajzë dhe je në mënyrë të mrekullueshme dhe ky është identiteti që Zoti të ka thënë. Shkrimi i shenjtë është Bibla. Dhe Psalmi kapitull 81 vargu 10, fjala e Zotit thotë, hape gojën tënde. Thuaj bashkë me mua, unë hap gojën time. Gjerësisht. Dhe ai do të më mbushi plot. Amen. Tani, duhet kuptojmë, fjala e Zotit thotë, hape gojën tënde. Më thotë mua dhe të thotë ty. Shpesh njerëzit kërkojnë që të mbushen plot, pa hapur gojën, nuk mundet. Duhet të hapësh gojën, mëso të hapësh gojën. Perëndia na fton që ne të kemi një besim të madh tek ai. Sa shumë mund i besojmë në Zotin dhe t'i kërkojmë atij me guxim, sipas vullnetit të tij. Pra, nëse ju do të kërkoni gjëra që janë sipas vullnetit tim, çfarë do të ai? Do ta merrni. Nga ta dim që është vullneti i Zotit për te që po kërkoj apo jo. Lexo këtë libër këtu. Ky libër këtu është vullneti i Zotit. Dhe nëse janë në vullnetin e Zotit, ti do t'i marrësh. Dhe duhet ta kesh guximin për të shpallur të vërtetat që janë në fjalën e Zotit. Sa më shumë besojmë, aq më shumë do të përjetojmë bekimet dhe veprimin e tij, veprimin e forcës, të lavdisë, fuqisë, prezencës së tij në jetën tonë individuale. Nëse pritshmëritë tona janë të vogla dhe pritshmëritë tona janë të vogla ose të mëdha nga mënyra se si ne flasim, edhe përjetimi i mirësisë së Zotit në jetën tonë mund të jetë i kufizuar. Wow! Vullneti i lirë është një gjë e mirë. Se Zoti na e ka dhënë që të jemi të lirë, ai nuk do të robot. Por është një problem shumë i madh në jetën tonë. Se shumë njerëz thonë do jetoj si do qefi. Pa autoritet, në shfrenim total dhe nuk e kënaqin Zotin me jetën e tyre. Ne do të jetojmë sipas vullnetit të Zotit dhe jetojmë sipas vullnetit të Zotit kur ne mësojmë të librin tonë. Dhe kur flasim pasaj sipas librit të Zotit. Jo të jetojmë si na do qefi. Nëse jeton kështu, nuk do marrësh gjë. Thjesht kufizon mirësinë e Zotit në jetën tënde. Ki besim të madh te Perëndia dhe mos ki frikë të kërkosh gjëra të mëdha. Sepse ai është në gjendje të bëjë më shumë nga sa ne mendojmë dhe nga sa ne kërkojmë.
Pra nëse ne I kërkojmë diçka, ai do bëj gjithmonë më shumë. Efesianët 3:20. Por nëse nuk e di që Bibla e thot këtë, ti do t'i kërkosh Zotit me frikë, me turp, aman, sikur të kemë edhe kaq në botë. Ai të buk, një fetjaf, në një qik vaj, kaq në rregull. Jo, ti do t'i kërkosh Zotit bekimin ditor. Bollëkun e ti. Sepse Zoti e ka për ty dhe për mua. Në këtë varg ka një parim shumë të rëndësishëm, që nëse ne do ta kuptojmë ose do ta kapim frymërisht, atëherë do të shohim gjëra madhështore në jetën tonë. Ne do t'i kapim gjërat, betejë jonë bëhet në vendet qiellore, thot apostulli Paul. Dhe aty ka një betejë frymore. Ne do t'i kapim gjërat frymërisht. Prandaj Pauli lutet Zot, hapi syt e mendjes, hapi veshët, hapi syt që të dëgjojnë, të lexojnë shkrimin dhe ta kuptojnë frymërisht. Ne duhet të lutemi frymëshënjë kur ne lexojmë Biblën, lutemi frymëshënjë dhe lutem mos zbulo fjalën tënde. Dhe ai na bën ta kuptojmë fjalën. Çdo njeriu I ka vendosur intelekt, IQ, që thon sot, nuk e ke 0 IQ-n frymore. Ke IQ-n e Krishtit. Pse se thot kemi mendjen e Krishtit dhe Zoti ta ka vendosur që në momentin që ti ke pranuar Jezusin, por është njësoj si telefonin. Emanueli e përdor më mirë telefonin se unë. Telefoni im ka shumë opsione që unë s'di t'i përdor. Nuk është faji atij që e krijoi telefonin. Është faji që ndonjëherë kur unë nuk I kuptoj, kam frikë që të tentoj ta përdor aplikacionin. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të mësojmë të tentojmë të përdorim aplikacionin. Ti ke mendjen e Krishtit. Dhe për këtë u lut Pauli. Parimi është ky. Sa më shumë që goja jote të jetë e hapur me fjalën e Perëndis, pra jo për thashëteme, jo për gjykime, jo për sharje, jo për ofendime, jo për negativitet, aq më shumë do ta mbushi Perëndia aty. Mendo pak për veten tënde. Wow, çfarë po flas unë për jetën time? A thua ti unë jam I zgjuar ose unë jam e zgjuar? A thua ti unë jam e suksesshëm? Wow, çfarë suksesi kam unë? Kur ti mendon për Jezusin, ti do të thuash, çfarë suksesi kam unë? Kjo duhet të gëzojë ty, duhet të lëvizi nga vendi. Jo të trishtoj, bota kështu, shoqen e mia kështu, po bën qef, ata këtej, ata andej, edhe pastaj rimendon negativ për veten tënde. Jo. Ti do të jesh personi më I gëzuar në planet, sepse mirësia e Zotit është në ty dhe ti je kandidat për të parë mirësinë e Zotit. Nëse ti ke një gojë të gjerë, nëse ti lutesh me guxim, duke kërkuar Atit të bëjë gjëra që të duken të pamundura, të mundura në jetën tënde, ti kërkon Atit që ti të shohësh lavdinë e tij të shfaqet në jetën tënde. Çfarë tha Mojsiu? E dini Mojsiu ishte gagaç, nuk fliste mirë. Po gagaçi kërkoi një gjë shumë e bukur. Zot, më bëj të shoh lavdinë tënde. Kaq do të thuash ti në lutje. S'ke nevojë për formula. S'ke nevojë të ulesh 5 herë në gjunjë, s'ke nevojë të bësh kryqin, s'ke nevojë të kesh një qiri përpara të lutesh apo në një kont ta pudhësh. Thjesht thuaj Zot, dua të shoh lavdinë tënde. Javeci tha, Zot, vendos dorën tënde mbi mua. I morën ata këto gjëra që kërkuan. Prandaj shumë e rëndësishme që ti të hapësh gojën, mëso të hapësh gojën për fjalën e Perëndis. Dhe ti do të korrësh frutin e fjalëve të tua. E pamundura do të shfaqet në jetën tënde. Prezenca e frymës Zotit do të shfaqet në jetën tënde. Por nëse ti ke një gojë të heshtur, nuk merr asgjë. Shumicën e rasteve njerëzit që s'marrin bekime nga Zoti, rreth e çak shikoni atë, ai u bekua, kjo u bekua, po unë pse jo? Shikoj një gojën si e ke. Kontrollo gojën. Ky është çelësi. Nëse ke një gojë të vogël, nëse ti thua dua të bëj një jetë të thjeshtë, thjesht që Zoti të plotësoj nevojat e mia, thjesht duke besuar se do ta shtyp ditën.
je i kënaqur që të jesh aty ku je, mos ngjitesh në nivele të reja, atëherë ti do t'i kufizosh mirësinë e Zotit. Pra mënyra si flasim, ose zgjeron mbretërinë e Perëndisë në jetën tonë, ose e kufizon. Çfarë tha Jabeci? Ishte në dhimbje, ishte rritur jetim, i vdiq mamaja. Gjatë gjithë kohës do ishte në dhimbje, hale lozën futboll, nuk e di kishte futboll në atë kohë apo jo. Por ndoshta hapa do ketë pasur. Nuk e di çfarë është, ose me cingla, nuk e di. Me llastiqe do Denisa, po ndoshta hale lua me llastiqe. Dhe ai çdo herë që i kujtoi emri, i kujtohesh dhimbja. Jeta kishte shkruar një histori të hidhur. Por çfarë bëri? Tha Zoti zgjero kufit e mi. Kur ai tha zgjero kufit e mi, qielli u fut në aktivizim. Pse? Sepse përdor emrin e Zotit. Kur ti përdor emrin Jezus, qielli është i hapur. Dhe lavdia e Zotit vjen, prezenca frymës vjen, bekimet derdhen në jetën tënde, mbretëria e Perëndisë fillon dhe zgjerohet në jetën tënde. Prandaj shumë e rëndësishme që ti të fillosh të mësosh të zgjerosh gojën. Bekimet fillojnë me gojën tonë, me fjalën tonë. Sot Zoti të fton të zgjerosh gojën tënde, jo nëpërmjet operacioneve plastike. Shiko, Satani është shejtan vërtet. Ai ka shpikur kaq shumë gjëra që njerëzit të eliminojnë ato që mund të marrin në Bibël. Por duke rrëfyer me zë fjalën e Zotit. Atë që ai thot për ty, atë që Bibla thot për ty. Çfarë thot Bibla? Ne kënduam kush jam unë. Merre këngë, këndoja në shtëpi. Këndoja vetes tënde. Nuk vim këtu që duhet të rokasim një koncert. Lavdi Zotit për grupin e adhurimit, jemi shumë i njohës për shërbesin që ata bëjnë, por fryma e Zotit thotë që fryma erdhi tek filani ose filanka dhe ata u bën har punues. Dhe fryma e Zotit ka ardhur tek ata dhe ata u bën njerëz që drejtojnë adhurimin. Asnjë nga ata s'ka studiuar për muzikë. Po shikoja Melsin sot që mbas 6 muajsh luante aq bukur në bas dhe po e shijonte. Fryma e Zotit ka ardhur tek ai, tek Emanueli, tek Regjina, tek Krenari, tek Petro. Dhe Zoti mund të përdori te ty, fryma e Zotit vjen te ty, të kap edhe të jep një dhunti. Dhe ti do ta vendosësh në shërbim. Mos e vendos dritën e Zotit në babun, mos e vendos poshtë batanies. Turpi shpeshherë na mbulon me batanie bekimet. Dhe kjo lloj turpi bëhet si një batanie, shiko, është një gënjeshtër e djallit turpi. Pse? Sepse Zoti na ka dhënë frymën e shenjtë si batanie, si mbules, si vajosje. Kur themi vajosje, ka të bëjë me mbulesën që rreth e qak nesh është prezenca e frymës shenjtë. Kur ti thua kam turp, vure batanien e turpit. Tani një batanie do mbash. O do mbash Krishtin, o turpin. Prandaj unë të them hiqe turpin dhe mba Krishtin. Shpeshherë besimtarët më thonë, pastor ti nuk e di se çfarë kam kaluar unë. Nuk e di dhe nuk mund ta ndiej dot si ty. Por shpeshherë bota dhe djalli na kanë mësuar që ne të flasim për dhimbjet e të shkuarës. Kur unë flas për dhimbjet e të shkuarës, i flas për dëshmit. Nuk i flas që o po dëgjoni ju sa keq kam qenë unë edhe aman dua vëmendjen tuaj. Dhe ky është roli i viktimës pasaj. Ne Zoti nuk na ka thirrur të jemi viktima, Zoti na ka thirrur të jemi fitimtar. Haroje historinë e vjetër. Ti je besimtar dhe unë nuk po flas je i shpëtuar apo jo. Unë po flas që ti të jetosh një jetë plot me fitore. Çfarë të bësh? Haro historinë e shkuar dhe thuaj Zotit, Zot, unë do shkruaj një histori të re. Ajo që unë dua të jem sot është se jam një krijesë e re. Dhe filloj të flas një histori të re. Thuaj, unë do kem një histori të re sot. Nga sot e tutje, unë kam një histori bekimi, suksesi, promovimi. Zoti do më bëj të dukshëm.
Dhe unë e thyej fuqinë e turbit në jetën time. Në emrin Jezus. Amen. Fjala e Zotit thot, por lidhja me duart të tij Zotit. Jeta e vjetër ka shkuar tashmë, por unë isha ashtu. Po, është vërtet. Unë isha alkoolist. Po, unë isha kumarçi. Po, sot si jam më. Kam 30 vjet që kam dhënë aq shëndet atij pare. Thuaj shëndet krijesës tënde të vjetër dhe fillon të ecësh me Perëndin. Sot unë e njoh Perëndin. Profeti Isaia thot, ata që do njohin Zotin e tyre, do bëjnë vepra të fuqishme. A e njeh ti Zotin tënd? E njeh Zotin tënd. Kush është? Është Jezusi. Nëse ti e njeh Zotin, Jezusin si Zot dhe shpëtimtar të jetës tënde, nëse ti e ke pranuar si Zot dhe shpëtimtar, nëse ti e njeh kush është fryma e shenjtë, nëse ti e di që fryma e Zotit banon brenda teje, mbi ty dhe rreth e qartë teje, atëherë nuk ka shanse që dikush ta pengojë bekimin të vinë në jetën tënde. Ti je mrekullia vet. Thuaj, unë jam mrekullia. Unë pres që mrekullit të ndodhin në jetën time. Në emrin e Jezus. Dhe pasi ti ke kuptuar që ti je mrekullia, Zotit dëshiron të ngrejë të rënit përmes teje. Gjatë javës që shkoj kemi vizituar shumë familje të rrëzuara. Djalli i ka rrëzuar me divorc, me tradhti, me alkool, me drogë, me shumë probleme. Të gjitha këto vinë nga djalli, nuk vinë nga Zoti. Mos thoni ma dha Zoti mua këtë hall, nuk jep Zoti halle. Harroni këtë mohabet. Sepse po ta lexosh Biblën, Bibla nuk e thot. Po kur ti e di që nuk i jep Zoti, kur ti e di që Zoti është i mirë, i thua në emër të Jezusit, largo. Ti mund jesh duke u lutur për një mrekulli, duke kërkuar që të ndodhi. Zoti përdor njerëz të tjerë që ata të jenë përgjigje lutjeve të tua. Shpeshherë unë jam lutur për një gjë dhe Zoti ka dërguar dikë tjetër që e ka plotësuar përmes atij atë lutje. I ti përgjigja për dikë tjetër. Shikoni si ndryshon. Ne duhet jemi përgjigje për të tjerë, për njëri tjetrin. Ne duhet lutemi për njëri tjetrin. Apostulli Paulli thotë, lutuni dhe për mua. Do po them, lutuni dhe për mua. Do kem dy javë ungjillizime, lutuni që Zoti të hapi dyert e zemrave që njerëzit të shpëtohen. Bëhu veshi i Zotit. Nëse je mësuar që ti të derdhësh problemet e tua të tjerë, tani ndrysho. Dëgjoj të tjerët. Bëu ti zgjidhja për të tjerët. Vizito të sëmurët në spital. Lutu me ta. Dëgjoj nevojat e njerëzve për rreth teje. Dhe pyet veten, a ka ndonjë mënyrë që unë t'i ndihmoj këta njerëz? I ndihmues. Dhe më besoni, ndërsa ti bekon, ndërsa ti ndihmon, ndërsa ti u shërbet të tjerëve, ke për të parë që Zoti do të bekojë. Ti je i rrethuar nga mundësi për të bërë një mrekulli për dikë tjetër. Lutu, inkurajoj, ndihmoj, bekoj, bëu një kanal ku Zoti do të derdhë hirin e tij përmes teje, favorin, bekimet dhe ato do rrjedhin nga ty tek të tjerët. I një dhënës i të vjetës, jepi kishës së Zotit. Vendi ku ti mund të mbjellësh financat e tua, toka më e mirë që të prodhoj frut është kisha e Zotit. Ndërsa ti bëhesh shpërndarës i ungjillit, sepse gjitha këto që thash në një farë mënyrë ti shpërndan ungjillin. Ungjillin e mund ta shpërndajmë duke predikuar, por dhe me dashuri. Dhe këto janë veprat e dashurisë. Ndërsa lutesh për të tjerët, ti bëhesh përcjellës i mrekullive. Atëherë Zoti të shpërblen ty me mrekulli. Nuk ka gëzim të madh kur ti të shikosh njerëz që do të bëjnë të shpëtimit se ti i predikove atyre. Ti u fole atyre. Ti ndoshta solle ti kanë kishte ajo paksuar dhe ky është një gëzim shumë i madh. Ti ke dërtuar kur të çmuar me qiell.
Jepni dhe do t'ju jepet, thot Zoti, një masë të tundur dhe kufuese. Dhe ky është parim për gjithë shka. Nuk është vetëm për oferta dhe të dhjetat, por është për çdo gjë. Nëse ti jep dashuri, do t'i jepet dashuri. Keni dëgjuar që bota thot mos bëj mirë se do gjesh keq, është nga djalli, kjo nuk është nga Zoti. Vazhdo të bësh mirë, thot Pali, mos u lodh duke bërë të mirën. Punë e madhe se gjetet dikë që s'ishte mirë njohës. Punë e madhe, haroje, as mos e mba mend fare. Thjesht bekoje, Zote bekoje të filanin ose filanin. Ti i bëre mirë, ata folën keq për ty. Haroje. Ti je një krijesë e re. Prandaj ti se dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar dhe ja të gjitha gjërat janë bërë të reja. Sot pas takimin do të shkojmë dhe do kemi pakëzimet në ujë dhe unë do të lexoj disa vargje për ata që akoma nuk janë pakëzuar. Romakët 3:23 fjala e Zotit thotë sepse të gjithë mëkatuan dhe u ndan nga lavdia e Perëndisë. Nuk ka asnjëri që të thotë që është i mirë dhe që të bëjë të mirën. Gjithë ata që thonë unë jam i mirë, janë gënjeshtar. Perëndia e ka kapur në faj. Kështu që nëse jemi të gjithë faltor, ne kemi nevojë për një shpëtimtar. Romakët 6:23 fjala e Zotit thotë sepse paga e mëkatit është vdekja, është ndarja. Por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme ku? Në Krishtin, në Jezu Krishtin, Zotin ton. Dhe Romakët kapitulli 5, vargu 8 fjala e Zotit thotë, por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar ose ishim armiq të Perëndisë, Krishti vdiq për ne. Imagjinoni dot unë isha armik i Perëndisë. Unë jetoja si më donte qefi. Të jetosh si ta do qefi është mëkat. Ta dini. Do të jetojmë si do fjala e Zotit. Dhe kur ne jetojmë si ta doj kokra e qefit, Krishti vjen pas nesh, na dërgon një ungjilltar, dërgon njerëz që luten për ne, na bit me frymën e shenjtë që ne të kthehemi. Dhe dhurata e tij është kush? Jeta e përjetshme. Dhurata e mëkatit kush është? Vdekja. Dhe prandaj ne themi jemi të shpëtuar. Shpesh pyetja është, a je i shpëtuar? Kur shpëtohemi? Kur ne kuptojmë që jemi mëkatarë së pari, kur ne kuptojmë gjakun e Jezusit, dhe kur ne fillojmë të besojmë që nëpërmjet Jezu Krishtit, unë do të shpëtohem. Dhe marrim dhuratën e Perëndisë. Shumë më tepër pra, edhe duke qenë tani të shfaqsuar me gjakun e tij. Wow! Gjaku i Jezusit na shfaqson. Pra nëse ke bërë një jetë negative, nëse ke bërë një jetë të keqe, prandaj lexova të parin krijesën e re. Tani gjaku i Jezusit të ka shfaqsuar, të ka drejtësuar. Mund të kesh qenë një keq, mund të kesh qenë i shtrembët, mund të kesh qenë nopran, por Zoti mund të ndryshojë. S'mund të qëndrosh me njeriu që ishe para se të besoje tek Jezusi. Duhet të ndryshosh. Dhe ne do të shpëtojmë nga zemërimi me anë të tij. Cili zemërim? Zemërimi i atit për mëkatin. Nuk do jetë çka, do ketë një ditë gjykimi, Jezusi do kthehet prapë. Erdhi si shpëtor, do kthehet prapë si mbret dhe gjykatës i drejtë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë fjalën e Zotit. Ndërsa ne ishim armiq me Perëndin, u pajtuam me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij. Akoma më shumë tani që jemi të pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. Romakët 10:9 fjala e Zotit thotë, sepse po të rrofesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurit, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfimi për shpëtim. Sepse shkrimi thotë, kushdo që beson në të nuk do të turprohet. Në fakt kushdo që do të thras emrin e Zotit do të shpëtohet. Dhe Galatas 2:20 apostulli Paul tha, unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj me unë, por Krishti ron në mua. Dhe ajo jetë që e bëj në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndisë, që më deshi dhe dha veten për mua. Përsëri pyetja është, a je i shpëtuar? Pyetja e dytë është, a je i pakëzuar? Dhe pyetja e tretë është, a je pakëzuar me frymë dhe me zjarr? Ka dy pakëzime.
Në ujë, me frymë dhe me zjarr. Çfarë është pagëzimi në ujë? Është shenjë adhurimi, sepse ne bëjmë në formën e bindjes ndaj fjalës së Jezusit. Jezusi ishte i pari që thotë Mateu 28:19-20, shkoni, predikoni, bëni dishepujt, pagëzoni në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës Shenjtë. Kur ti pagëzohesh, ti i bindesh Atit, Birit dhe Frymës Shenjtë. I bindesh Trinitetit. Ai vetë e tha këtë gjë. Kur ne pagëzohemi në ujë, ne adhurojmë Jezusin. Adhurimi më i mirë, thot Bibla, është bindja. Pra nuk është vetëm të kënduarit, po është edhe të bindemi fjalës së Perëndis. Pagëzimi është një identifikim. Kur ne zhytemi, identifikohemi me Krishtin. Identifikohemi me kryqëzimin, me keqtrajtimin, me ofendimin, me rrahjen dhe vdekjen e tij. Ato që ai mori për mua, tani trupi im zhytet dhe po merr të njëjtën gjë. Ka një shkëmbim hyjnor. Ne identifikohemi me vdekjen dhe varrosjen e tij. Jeta jone vjetër, pushteti i mëkatit, mallkimi, zhytet bashkë dhe vdes bashkë me jetën e vjetër. Vdes bashkë me Krishtin. Ti identifikohesh me vdekjen e Krishtit. Dhe nuk e nevojë që ti të rrahësh veten më, nuk e nevojë që ti të shkosh në shkret të tjerë, sepse vajti ai për mua. Pagëzimi është shenjë identifikimi. Kur jemi në ujë, ndikimet demonike dorëzohen. Magjit shfuqizohen. Pse? Se Jezusi mundi demonët kur ai ishte 3 ditë në varr. Dhe ti nuk mund të shkosh dot 3 ditë në varr vetë. E bëri Jezusi për ty. Ashtu si Krishti fitoi mbi ferin, ti vesh fitoren. Ti vishesh me Krishtin kur ti ngrihesh lart, sepse fuqia e ringjalljes që ngjalli Krishtin prej së vdekurit investohet në ty. Dhe kur ne dalim nga uji, ne identifikohemi me ringjalljen e Krishtit. Ti vesh Krishtin, Pali thot ne kemi veshur Krishtin. Ti bëhesh triumfator dhe më shumë se fitimtar. Dhe kjo është arsyeja pse shumë njerëz kanë presion që të pagëzohen. Unë pata presion nga familja që të pagëzohesh. Nuk donin, nuk i pëlqen. Shumë njerëz përjetojnë frikë para se të pagëzohen. Pse? Sepse djalli do që t'i pengojë nga ky lloj identifikimi. Dhe ai do gjej, do të razoj. Por kur ti merr vendimin, thua unë do pagëzohem, dhe nëse ke pasur fobi nga uji, fobia ikë. Unë ka parë raste kur njerëz janë shëruar nga të verbrit. Ka qenë të verbër dhe janë shëruar. Ka qenë në sëmundje lëkure dhe janë pastruar. Por ka qenë edhe me tatuazhe plot satanike dhe janë pastruar kur janë ngritur nga uji. Pse? Sepse janë futur plot besim. Kur ne kalojmë kufizimin, ne marrim çlirim, ne përjetojmë gëzim dhe marrim mrekulli. Ka shumë dëshmi në pagëzim. Mua më kujtohet që po binte shiu litar në Berat. Ishte ftohtë. Po ne ju lutëm Zotit dhe qielli u hap. Dhe ishte një mrekulli. Të gjithë ata që u pagëzuan bashkë me mua të ditë, thonë bandan kur u pagëzuam neve. Ose të çmendur kemi qenë. Lavdi Zotit, jam i çmendur për Krishtin. Pse? Sepse dielli ndëshoi. Sot i çojmë në behar, se ka edhe diell. Prandaj le të vendosim të pagëzohem. Nëse nuk e ke vendosur që të pagëzohesh, mendo, behari është i gjatë deri në 7 orë, ka plot, mendo që ti të identifikohesh bashkë me Krishtin. Amen? Le të çohemi në këmbë. Sot unë vi përpara teje të shenjtë dhe ti jam i njohur Zot që ti më ke vënë si shërbëtor të kësaj kishe, Zot, edhe lutem Zot për çdo vëlla dhe motor, Zot. Unë lutem Zot për identifikimin tënd, Zot. Dhe lutem që kjo zbulesë, që ata janë vetë mrekullia, të derdhet dhe të shkarkohet sot në frymën e tyre. Unë lutem që ata do ta kapin frymërisht, Zot, me besim dhe do ngrihen dhe do luftojnë për këtë gjë. Lutem për ata që do pagëzohen, për një identifikim
në emër të Jezusit në jetën e tyre, edhe lutem Zot që ne stikisht do të kemi Krishtin të veshur dhe do ta shkëlqejmë atë kudo që të jemi. Në emrin e Jezus. Amen.